Nesër mbushet plot një vit që nga dita kur kemi bërë kallëzimin penal për aferën korruptive të Ekoparkut, e cila mban firmën e Edi Ramës. SPAK prej më shumë se një viti ka faktet mbi tryezë se si Edi Rama në bashkëpunim me kompaninë e inceneratorit të Tiranës, 6 muaj përpara se të hapej procedurat tenderuese për mbylljen e vend depozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta Ekopark Durrës, kontraktoi Casanova Hernandez për zhvilluar projektin arkitekturor në Porto Romano. Më pas në tetorin e vitit 2019, Akum, i drejtuar nga Alqi Bllako, shpall tenderin me vlerë 1.9 miliard lek dhe në 2 dhjetor të vitit 2019, Anila Denaj, asokohej ministre e financave, dërgon shkresë pranë Akum në të cilën kërkon që të anullohet procedura e tenderuar pasi fondet do të përdoreshin për tërmetin e datës 26 nëntor. Anullimi i procedurës publikohet në buletin e datës 16 dhjetor dhe por në të njëjtën ditë Edi Rama, në cilësinë e kryetarit të Komitetit të Emergjencave, urdhëron që mbetjet inerte të tërmetit të depozitohen në Porto Romano dhe Akum tashmë të rihap me procedurë të përshpejtuar tenderin për ndërtimin e Ekopark. Në datën 27 dhjetor lidhet kontrata me subjektet Demare dhe Victoria Invest. E bëra këtë kronologji pasi datat janë shumë të rëndësishme në këtë aferë të madhe korruptive për të kuptuar se e gjitha ka ndodhur me urdhrin dhe firmën e Edi Ramës. Sot Syri TV ka publikuar një video inkriminuese që mban datën 7 dhjetor të vitit 2019. Pra eksakt përpara se sa të fillonte anullimi, të shpallesh anullimi dhe të niste procedura tjetër. Në këtë video Edi Rama viziton kantierin tashmë të hapur në Porto Romano, ku kanë filluar depozitimet e mbetjeve të tërmetit dhe mbi të gjitha në video, Rama komunikon me Elton Buallin, i cili është drejtues i kompanisë inceneratorit Tiranës. Rama në këtë takim, me zë dhe figurë, urdhëron punonjësit e inceneratorit që të zbatojnë punimet sipas projektit dhe se Ekoparku duhet të hapet në datën 1 qershor 2021. Çfarë pune kishin punonjësit e Integrated Energy BV në kantierin e Porto Romanës kur ishte në zhvillim e sipër procedurat tenderuese? Përse Rama në atë kantier shkon dhe urdhëron vazhdimin e punimeve kur ishte në dieni se ministri Denaj do të anullonte tenderin? Cilin projekt do të zbatonin punonjësit e kompanisë së inceneratorit, atë që ishte porositur Rama tek Casanova Hernandez, apo projektin që do duhet të shpallej fitues nga tenderi i cili do të anullohej pak ditë më pas? Të gjitha këto pyetje kanë vetëm një përgjigje dhe kushdo e kupton këtë, vetëm SPAK ende jo. Kjo aferë ka emrin Edi Rama, që nga projektimi, miratimi dhe deri tek zhdukja e parave. I kërkojmë SPAK që të mos mbyll syt e të zbardhë deri në fund këtë aferë që ka kushtuar buxhetit shtetit jo pak por 1.9 miliard lek. Theksojmë se këto 19 milion euro, nga këto janë shpenzuar vetëm 6 milion për ta ndërtuar Ekoparkun, që është pas shpine. Pra është prova vendi i krimit dhe i korrupsionit. 13 milion euro të tjera kanë shkuar në xhepat e të gjithë këtij enturazhi të Edi Ramës, me Edi Ramën krye. Ditën e nesërme, Partia Demokratike do të depozitojë shtesë kallëzimi në prokurori për këto fakte të reja që inkriminojnë edhe më shumë Edi Ramën. Me datë 11 maj, shqiptarët do t'i japin përgjigjen e merituar Edi Ramës, do ta shporrin nga pushteti dhe do t'i kthejnë të ardhmen shqiptarëve.